Disa pensionistëve të kryeqytetit, me të cilët ka pirë kafen e mëngjesit duke mbështetur nismën e bashkisë Një kafe me gjyshin, kryeministri Edi Rama ju ka rrëfyer se një opsion i mundshëm për zgjedhjen e presidentit të Republikës është dhe ai i negociatave me opozitën. Ne i kemi. Ne prap besoj do tentojmë që presidenti apo presidentja të jetë një figurë që të ketë një, po themi, një kuptim dhe një mbështetje, nëse do realizohet. Ndërsa Rama nuk lë të kuptohet se e njëjta gjë do të ndodhi edhe për vettingun, për të cilin tha se do të bëhet me apo pa opozitën. Zvin, po unë po them që ne nuk e lëm këtë gjë në mëshirë të çatës. Kjo nuk diskutohet. Se qysh, a pasapi do ta zgjidhin, po. Kjo nuk diskutohet që ata nuk kanë për ta bllokuar dot të fundit. Ose pastaj, nëse do të ngulin 18 qershor, kanë për të marrë një përgjigje që do t'i vinë në vërdall. E gjithë biseda me pensionistët pa protokoll, siç e quan zyra e shtypit e qeverisë, u transmetua live në faqen e Facebookut të kryeministrit.